gon' stop this? No one. Give you all I got. I'm going to the top. I'm going in. Me mrama dhe mirë se vene në episodin e radhës të Shok Podcastit. Mo kanë ankush ta kamermana dhe me që vish djem po thiri. Buci, bardhi, sot jena me një audiencë super të mrekullueshme. Agrese. Sot me neve e kena një bukuroshe. Gresje bukuroshe. Faleminderit. Po me ne je kom, po tash je hi pak nuja që Jam ngushtu pak. Je ngushtu pak. Edhe Faleminderit. syt po të shkëlqejnë të gjithë. Faleminderit shumë. Për ndryshme falë se po më duket kom shpenzu sot pak se kë ke lyje, kë ke ndreqe. Po valla dhe kom pas një ditë shumë të ngarkume. E mu desht me shku, mu ndreq edhe me ardh. Po me knaqësi. Atë kanë thonë që jena në Kanagjeja në podcast. Uh, Nëse ke shkuptu që jo në podcast, pse për kanë gjesh për do këna që jam lyja? Pasha zotën, Unë qona eci. Une me ty ndardhën peshtujt jena. Qyrëm ja japëm një kërë ku t'ko banket po hina. Ja që do këna gjashtu po qona. Ja, shumë mirë po do kështë po Faleminderit. Atë ka ndodhë në erë me shku na i ven e paftume, kështu bash po interesant. E paftume? Po, kështu na i dardhën ish me hi, hajtë. Jo. Po një me? Une me Nuk një bëj si dostani gabime. shkojna. Kena shem. Nuk bëj si gabime trashanike. Edhe i morëm dhe zarfa të thot, i shtina atë. Gres, ketë zë kë ke vesh. Po. I sholla si ki brek të bordha se na të vetën që e ke Jo, thonë. ma elegante e zeza. E, Alajle, për një me, atër ka që e këshëm bo qatë storje? Cilën? Që ato që i dalin brek të gresës, se sa në këshëm? Po, ama besoj që është konsumu kjo. O hargju, a? O hargju, mua më kanë vete. Apo thu s'ka ka dorë me ta bo që t'pytja? Për diçka ma ndryshe. Po ka dalë se i hina. Po, është konsumu kjo. Mire ki. Po jo, atë që apo du me lidh me brek. A i ke po dhe djem në bazen që i kanë shorcet e lomis edhe brek dyjat. Çfarë menimi ki për shto? S'kam nëjë farmenime. Po një me? Se dy qysh me ka dy por brek, nuk e di be. A është okej për ty, a? S'kam nëjë farmenime. Okej. E, që a bu me emisioni me vullnetin? Me vullnetin, kur gjë? S'ke vullneti që vendos, a? Jo, kem të dëtë që vendosëm, po normalisht se cili i ka punë të veta edhe vazhdu më ndej me rrugë të ndome, se cili me emision të vetin, ajo është dikun tjetër, unë dikun tjetër, edhe po shoqërinë kemi pas. Okej. A ke po na shqiptar, dhe me thonë, kër dy shqiptar bashkë së një bënë, për me bo diçka. Shumë interesant që ke thonë. Varet. A me nënë dhe? Varet çfarë shqiptarja është, se mundet mi bë edhe 2 edhe 3 edhe 4. Shqiptari zi. Varet për çka dosh mi bë. Bashk. Jo, po me ne Se për budalla kina punë është edhe së një ban. Amo për popull pak jena pak individual sa kështu dorën zemër. Kena pshef pak vet, dyqyr vet jo. Po vallahi, në çet kohë që kena ardhur shumë më mirë është edhe vet. Apo thua? Po valla. Se kërkosh s'po ta den më. Po thu mas mire me këshyr vetën. Ma mirë i këshyr punë të tua vetën tonë edhe je ma i lumtur më rahat. Mire ki. E që shtu shpërthi guma të ardhë në podcast. Se më shtenet gabim ma kini që lokacioni. A të një fell në për neve e ki. Për ndryshe e di që o vonë, edhe nashta s'ka hongër bukë, kështu që më nëshme ja jep pak hepës që të. Faleminderit shumë, nuk jam unë, muaj veç me pi pak unë. Ani, pje unë. Edhe. Greza ke morë këgjas seriozisht që të humbjen e peshës. So kile ke humbë? 8. 8. Okej, nice. E au kon sfid edhe Shumë, edhe sfidë shumë e madhe, bile. Ka pas raste ku kom thonë hajtë se po dorëzona, s'po bëj kur gjë se s'jam të hu pesh. Ka pas raste që nashta për 2-3 javë ose 4 komet në peshën e njëjtë, amo nuk jem dorëzu edhe s'kam u dorëzu, alo se kjo është veç fillimi. oh, sa me nën kështu mi hub, sa është optimale? Edhe një 10. A një 10 sopa. Masa ne sërën me neve dhe. Se që ato në regjistri me juve. Ja, i gore për me. A e ki kështë naj natën, për shembull tahet diçka shumë. E a e nol vetën qysho që kja? Veç e menon e qet një foto edhe e shaj që shikon edhe veç nuk tahet ma. A do me thonë këtë ideja të foto? A mo po më interesën për çka të shkon? Buci më bën. Veç sa ka hongër një 8 kashika për ndryshe. Për çka të shkon menja mos shumë të me hongër në 12 natës, për shembull. Po më intereson, a kina ju ushqim kështu që e krejv shumë, që thonë shqiptarë? Për momentin jo, se jom të e përdor një produkt edhe s'po m'len me hongër hiç. Okej. Edhe po normalisht që të shkon menja për me hongër, po nuk jam shumë e dhënë mas ushqimit. Unë thjesht më pëlqen, a din që thonë ana me grickat. Me mor ka pak gjithka.
Po, naj chips, naj shtapiq, naj smak, naj sisane. E ty hongër sisane pa lidhje, kom shtu pesh. Për ndryshe, mull me hongër kështu taman si insan, nuk ullna. A më që të trashin ma shumë? Po dhe, fix që të trashin ma shumë. Une në për shfaqe ku shkojshme në për qytetet ndryshme, që shkojshme jashtë Kosovës, shkojshme me bujt edhe në ashta rrishme ka 2-3 dit, edhe unë shkojsha i losha krejt parët në pumë benzinës, veç market. Me blecë se gricka. Hyç buk sajsha. Pse bleshe me grez në pumë ma shtrajt jam? Po që dhe më kur i kiranën. Të kërësi të pare. Këta të ferizojt veç pumë pa din me qelë, normal. Grez, po më interesën, e ke pas një, normal dhëtë me full pak për Big Brother, se qaj edhe ta ka jep një varë S'ka problem. shtymjen, e di që në është edhe u konsumu pak, se... Jo, Ke më dalë shumë stani. emisiona. Është konsumu, po, muj me folë. A i ke që ndru teshat një mes tash verdin? A e ndrova, a? E qita dimrit. E pse na shqiptar këtë teshat e verës dhe shtina dikën me një kufer, një qëf. Varet, unë nuk ishti, unë ishti me një dollap pak më analt. Ti ki dollapin e madh garant. Na që e kena të shkretit vesh në dollap, qa me bova për mora. Jo, po më interesën, para se me im beg, e ke bo një këgja një sukses e ke pas, edhe pse nuk fitove e sene, po begi e kone dashme për publikut. A jetë tut që s'ki shumë emën para se me hi? Jo, se unë edhe kur jom hi kom pas emën, për shkak se unë e 5 vjet jom kon në serialin Osamir. Mandej masi unë ndërprej seriali Osamir, jena kon në Shejbe të foljan, një serial o kon edhe një vjet e kemi pas, edhe normal që kam qenë fytyrë publike edhe para se me hi Big Brother. Bile po tu me kallëzu një rast, kur jemi dalë mu taku me producentën, tha, a ke boti diçka gjatë jetës që je VIP, ta themi kështu. Edhe në ndërkohë që na folshim me një kafe, erdhi një djalë edhe më tha bën me bën një foto me ty. Ish alo pa i në Big Brother. Do këtë ke pagu sa djalë? Edhe më tha duhet ta kesh paguar se s'ka mundësi. Po jo, se kom pagu, kështu që nuk jam tut për këtë sen edhe kom kalu normal, shumë mirë. Po padyshim që kur delsh Big Brother ta jep një famë. Ta jep një Shumë atë infuzioni. Po, një famë shumë atë madhe, sepse ka shumë audiencë që e shohin edhe bile edhe tash me zjen të e prit për me ardhë dhe për me pa, për shkak se dimri vetë e ka këtë natyrën pak që me najtë në shpe, nxet, mandarina, Big Brother, Ka shika. gështeja, ka qika. A mandarina, valla mandarina, shkojnë flaka, dimrit. A kina i hatër mbejtje kështët me produksionin, e di që ke pos pa kër je dollë? A je Po, okej normali është kom pas, po jo, do më thonë, që ato që kom thonë edhe mos kom nevoj me diskutu Po për da, si ti. shisore. E pësa thëshën kja gresa, ka pare, kja e ka pagu këto, e ka pagu ato. Po tash ketë kena ka pak. Po vish për ty thëshën fort që ki pare. Pa i njerëz diçka stojnë, po tash me anis mingu ata, zët me dalë për shpis. Gresa, e lidhe me najkën? Jo. Po një me. A ke pudh najkën pe i vullnetit? A ke pudh Është pyetje najkën? shumë personale, kjo s'moj më ta kallëzu ty. Për një me? Për një me, pra. Okej. Do më thonë lidhe nuk je. Jo, thash. Qka të pëlqen të një djallë? Edhe pse bashkë se jonë qështu. E bashkë si ti s'm pëlqen. Ane, qka jo. pëlqen të një djallë? Më pëlqen sjellja mas pari, qasja që sheko ndaj dikujt edhe çka është sjellja dhe qasja. A pami nuk e këshyra? Po ka shumë pak rëndësi pamja, Okej. se pamja shkon të zbe, a sjellja dhe qasja jesin gjithmonë. Okej, me qëmë. E pëse nuk e deshe be gresë që të qike në Shqipnis që të sarën? Nuk para pëlqej me folë për këtë temë. Nuk para pëlqej, më pëlqej që kje, kom ta vjedhë qdo. Para pëlqej. Ani, a mund është me mas pëlqy, fullë mas emisionit. Mas emisionit po, pa tjetër. Ani, kalzëm pro, atë ka shkru avokati i rëdhenës në herë. Jo! Kur? A jetut, Edhe kom... Jo, Vetëm me me. zamën, po jo. i rëdhen ata. Për çka, po për çka mu tut? Për çka? Jo, po tham besh. Po për farë arsye mu tut. Pa nejse do vish thash se Ja, di se ja. pa të s'kom kërcnu pas- ka gjakesh. Po, s'kom pas arsye pse mu tut, jo, s'm ka shkru kërkush. Do me thonë pas ke pështu. Paj. Pa i mirë jena. A ki me na i kon kështë raport halo gres me ish banord? Po, pa tjetër që kam. Edhe kam raport mirë, bile, dal, pi kafe, jo me krejt, po me disa po. E bile edhe parë të përmen edhe për, në fakt e falem për rastin e gjestit, Po. edhe ngushllime, do me thonë, edhe një herë, te për krejt jena prek, po edhe në anën tjetër,
Më bone pak përshtypje që kjo puna e, domethënë, e telefonave, kamerave. A je kon atë? Po, Në vërëm? po. Qështu dok prej mrena, se unë se bota mundësi me kon. Me thonë drejtën, puna e telefonave nuk është që më ka bo mu përshtypje shumë. Për shkak se ti nëse je fan si dikujt i zjarrt, edhe ki nevojë me po qatë person, edhe e gjeni moment nështë ma kritikun edhe ma tragjikun e mënshëm, ti shkon e sheh. Se ti e ke përcjellë dhe e don. Edhe normalisht që ti kimi ja bo një foto. Pavarësisht që momenti ka qenë shumë tragjik, ti kimi ja bo një foto. Edhe kjo është shumë e diton. Une nuk jam pro mënyrës se si gazetaria e ka bo E ka shfrytzu e kanë shfrytzu për klikimet e veta. Kanë bo reportazhe, kanë bo shkrime për klikimet e veta. Mu kjo nuk më ka pëlqy. Pse publiku i zakonshëm, njerëzit e zakonshëm, pse kanë bo fotografi në varrim, për mu, jo që është normale, se s'po e quj normale, po nuk është aq tragjike qysh e kanë bo për shkak se tregova. Ti kur të dësh një njeri, edhe ki nevoj me po, atër nuk e ki problem edhe me nxerr telefonin edhe me fotografu, edhe në momentin ma tragjik. Sepse në atë moment nuk e ndjejnë ata dhimbtën qysh jete e ndjeti, pikrisht për qëto. Domethënë në mënyrë e arsyeton, ë? Nuk për arsyetoj, thjesht nuk ka qenë kjo tragjike sa ka qenë tragjike mënyra se qysh e kanë menaxhu gazetarë tonë në Kosovë. Kjo për mu ka qenë e tmerrshme. Mendoj që pak mediat, sidomos portalin Kosovë, pak edhe nuk Pikrisht. të pas një limit, një kufi, janë të bëjë gjithçka për do view. Tashmo Ka nuk ndodhur edhe me ty në këtë rast. Pikrisht. Se na bënëm hajgare pak në fillim. Pikrisht, po, kjo po. nuk është mo si gazetari, nuk po shihet si gazetari informuese, po shihet si gazetari për vëmendje. Po. Po nëse dorën zam për shembull Big Brother është për vëmendje, domethënë gjithçka. Është në rregull, Gjithçka derisa po ti sillet nuk ja në cënon vëmendje. privatësinë tjetrit. Është Po. krejt në rregull. Momentin që tjetrit i cënohet privatësia, ajo s'është gazetari. E po a mendon që Big për shembull nuk cënohet privatësia? Po Big Brother është reality show, nuk është gazetari. Po okay, po çajo domethënë manej çato Po media. s'është Është si ushqim ajo për media. Pa ajo është 24 orë tu janë të po live, normalisht që kanë me ti marrë ty ato. Po normal. Po ajo është diçka që e bën me Pa tjetër, ajo është reality show, është 24 orë, nuk ka të bëj me gazetari. Tani masane portalet që i marrin ato video, ato janë veç 24 orë dhe jo veç portalet, po mundet me ti marrë gjithkush ato fotografi edhe me ti postu. Edhe ato video edhe ato se çka i thu. Por ato duhet me pas kujdes edhe çka fol edhe çka thu edhe krejt. Po me ka të bëjnë ashtu edhe me media pak më shumë se sa me gazetari, domethënë një reality show. Po media janë gazetarë. E njëjta, po. Ali Hoxha. Ali. Bravo Greze. Prej 3 bigave, cili mendon që kur më i suksesshëm? Ma i suksesshëm se di, ma i mirë me ndjeshmëri, me pozitivitet, mendoj që ka qenë Bigu 2. Po. Për mendimin tam. Me aurën që e ka pas edhe me zhurmën që e ka bo, ka qenë Bigu 3. Okej. Për mendimin tam. A me ndjeshmërin, me dashnin, me pozitivitetin që kanë pas Bigu 2, na nuk kina kon kërka. Po na kina po zhurmë edhe kina pas jehon jashtë shumë ma shumë se nishe dhe dyshi. A më mdo këtë Treshi ka pas ma shumë qifte se dyshi, ja? Kështu Jo, në folja për pozitivitet dhe dashni okay, mes si që tha mes ndjen, njerëzve se okay. na s'kina pas as dashni aty, as përqafime, as kur gjo. Aty bile ka pas pozitivitet, kanë knu ma shumë, kanë bo hajgore ma shumë, kanë këcy ma shumë, adir, te na jo kon ma kina pas toksike, shumë pak si momente. Na i na kon 90% toksike. Për një me? Po. Ka gja një ambient i ronë. Prej 3 fituzve të nishit, dyshit dhe treshit, rangëmi kështu me prej të mirit dhe ma i keqe. Stresi, lëmbardhi edhe driloni. Po çka mi rangu njëjt, Po ka cila ma e mirë? ka penjonim shej tjetrit. Apo thu që ketë njajtën kona? Po qysh me ti rangu? Po cili e ka meritu mas shumë dhe cili e ka meritu? Po se dine nuk jam për me ne- për me vlerësu. Si shikus. Si shikus, se di, nuk kam naj përgjigje. Nuk para pëlqej me fol. Nuk para pëlqej të flas. Fjolla e ditë. Okej. Jo, njëjtë. E kom po një video që e kështë thonë që i den ka gjatë do banor të 4-shit.
Po, A i i dem di. për një me avish, hajde. Po, i di shumë, i Apo? di për një me dhe i di sakt kush ka nënshkru, kur e ka nënshkru. Që shpiten qëto greth. Valloj, I kom nuk e njerëzit, di a? vetë. O mirë informacionet mu, shumë interesant është. Jo pse i du edhe i lypi. Po thjesht më vinë, a bëtin? Okej. Gjatë kohës që rri me njerëz, që kontaktoj me njerëz, që jam lëvizje non stop, më vinë informacionet mu, më kam pasur të informacionet edhe në Big Trash që kom pas me hione. Se kush ka me hi, veç ato i ku marrë 2-3 ditë e fundit. Më do këtë aty njerëzit Ata. kanë kallëzu që kime hi, se të se ke ditë. Nashta. A be përmenëm në një ajo, sa dhe unë i dita. Jo. Hajtë na i hent, apja u jepën Jo, publikës. jo. Qa unë e po du m'ja u jep një hent Ani, okej, publikës. ti jepja që ato shone jo. Ako me hini gruem lume, si vjatë në beg? Nuk e di. Nuk e Qërëm di. ne? Për një me? Po nuk e di. Okej, hajde. Se po kërë i gres. Po nuk e di. Nuk e di. Gres, apo më do këtë kove të fuvish me politikan një të najtë. Po edhe jam bo ma serioze, po më qa. Po pe vrej, vishën se e të rabët shna. Ne, emisioni, ka më shfaq masi që të kryen zgjedhjet. Po, Po, unë që apo du me ditë është kush po menon që e fiton Ferizajnë. Agimali of course. Për një me, a? Of. Me bo mësë me fitu. Ja nuk ka shansa. Kanë me të mytë A ka me dollë që ke, a ka me dollë që ke Mas emisione? zgjedhje, Mas me jo, zgjedhjeve. po. O krya Agimaliu e fitojnë këto që ke me të. Sepse i ka kundërshtar t'jash zakonisht dopt. Qofse nuk e fiton Agim Aliu, Akim na shit në dorë këtë nevesht. O, jo dark, po kam jo qunë pushim. Për një me, Po, vallahi. mos e që të nga pat premtu dhe neve stresi, telefonin s'na i ka Po, qeli. s'jam bro në stres, o fes. Të këshyre më të një, për ndryshe me gresën hera por që për ri, edhe për një me u knoqa. Po qa po më interesan me ditë është, okej, Agim Aliu po thu që fiton. Qa kështë e bu në Ferizaj ndryshe? Për qytetin e Ferizaj, qka të pengon? A që kam pengon? Më pengon, shumë është bo pak kaotike. Okej. është ndërtu, është bo shumë mirë, janë bo në kalimet, janë bo rrugë treja, po është bo pak kaotike. Para një javë m'dul një video në TikTok, ku m'dul para 10 vjetë që shokon Ferizaj. Adin? Edhe po është rraf, shumë bukur, shumë lehtë e kalushme, abedin edhe më pëlqej. Thash, wow, më pas ka marrë mandi me po çështu Ferizajnë. Për ndryshe është tepër bukur, është tepër mirë, me drita, me gjithçka, po thjesht është pak kaotike. Nështë pak me zgjeru diçka ose me boni na i gjelbrim, jo, na i gjelbrim, po, na i gjelbrim pak ma ndryshe, për ndryshe është top. Top, Që kjo është më pengon, mos më kanë shumë kaotike. Bileniva që këshën me konkuru për kryshtet, me mujtë Prishtinë. Valloj, s'ka nevoj me konkuru se veç o bo. Apo dhu që ma Ja. mirë dhe Prishtina. Uf, Po vish të s'diskutohet. ka 3 herë në ditë po vjen Prishtinë. Po unë po vi për punë, çka me botash. Ferizaj s'ko punë, Jo, oj, gre. Ferizaj ka punë se atje jam e punësu me si aktore rezidente, veç shfaqen njerë nuk po kena. E një me hajde të folëm pak për shfaqje. Që shotë të shkuq kjo. Mirë, nuk është tu pas pare. Kër s'ka pas pare në aktrem Po, edhe në nuk teatr. është tu pas Pse, pare Gres? në teatr mas pare. Po, S'po ka buxhet, nuk po vinë regjisor për shkak se s'po ka buxhet. po. Edhe kina me pa bo shfaqje. A do me thonë nuk po ka pare për rroga, vish kështu për Ja, po rroga po, Po. se po rrogat po dalin. Po nuk po ka shfaq pare për me bo shfaqet ndoja. Okej. Edhe normalisht që kanë kosto shfaqet, edhe nuk po ka buxhet, kështu që kemi mbet peng. Kështu që Derisa nuk e të- ki asnjë projekt. Do me thonë në Për të momentin jo, normalisht kam repriza të shfaqeve tjera që i kam bo, po shfaqe të re, ende nuk kemi fillu. Ndërsa repriza kemi në tetor plot. Gresu knaqja me ty. Edhe one. Të kena bu nervëz ka pak. Jo nervoz, unë thjesht veç e di qysh përgjishna dhe s'kam nevojë më po nervoz. Shumë mirë e përgjigj. Faleminderit Fokin shumë. detore, ase. Ishte knaqësi. Ka dalë zalo së krye. A se ke krya Ja, la, në okay. fund i kom 5 pyetje të shpejta. A Hajde. më janë pyetje randome kështu? që Hajde. s'kan bëjnë me ty, po në përgjithësi. Edhe i kom të shkrume. A është okej Gres me bo kontratë paramartesore, që ja bojnë në Amerikë? Jo, s'ka nevojë për mendimin tam, jo. Okej. Që ka është, do më thë nuk e kena arsye për... A the pyetje të shpejta, unë po t'ja përgjigje të shpejta. Mirë, të pëlqenë sa në të shpejta po ketë. A është okej në aeroport me i paren?
Ashtë të kina aeroport me hi paran. Po, atë të... Nëse kina urgjens, po, a nëse s'ki Jo, urgjens, kështu. jo. Jo. Okej, a ke jinar para? Jo. Për një me? Asë njëherë, jo. Nuk para pëlqej të hy. Shumë e fort që ke, këm ta morë. Gres të shekon jetën e ardhshme kofsh, çfarë kofsh i shekon? Po s'mun është asë njëherë jetën ardhshme mu kanë kofsh, se Zotit ka fal njëri, e kofshën e ka fal kofsh. Po, i shkathojnë atë qëfse jesë. Nëse kisha krahasu vetën time me një kofsh, atëherë do të isha një tigër. O, ti gresh. Vreshje e dëshonit pak. E kujna? E dëshonit. Pse e deqonit? Tigrat e dëshonit. A A the sot që e ko në dëshan? po. Edhe se ke ditë që ka tigra? Jo, se për hirtë parë kesh në Për një deqon. me? Po, për best. Okej. A me nën që ferezoj do të me pos deti. Qka? Deti. Le ta ka një lom një herë, tani për E deti tani këqyri. kësejna në deti ka dal dole. A është okej për ty me jetu, për shembull nëse martohet e jeton me prindë bashkëshortit? Po, shumë okej. Po, a? Po, pa pik problemi. Nice. Kur ja u du djalin, pse mos m'ja u dosht edhe ata prind që e Shumë kanë bë nice. djalin. Më pëlqej veç. Më pëlqej përgjigje. Para me mos me dosht, e dashura vllahut me jetu me prindë e mi. Çaj Sa keq nina. Jo, si kusha bo kur gjo, po sa keq isha ni. No. Edhe une normalisht që... Gjenerata e rej, këgja e kanë qëto si ta Po, bëjnë, e kanë ama, une nuk e kam pik problemi nëse jetoj me prind e Shumë djalit. Asnjëherë. Bile për kundra zi kam qef. Po më pëlqen që kjo Edhe menoj që kam e pas vjerën tepër të mirë edhe shumë shoqe. Për një me? Po. Inshallah nuk den e ka t'i lerë. Jo, s'besoj. Kopni për flak. Po jo, son jam e urt. Uj kukimin e ndron, po. Gret, falenderit shumë. Faleminderit shumë fest, ishte kënaqësi. Gjithashtu, të urej shumë sukses. Inshallah të fiton kandidati në zgjedhje çfarë ju di që kena me të mytë. Unë besoj shumë fuqishëm që kam e fitu, pa ballotazh. Okej. Mirë që të thekë shto se ma ne kështë thonë me ballotazh kom thonë. Pa ballotazh, edhe nëse nuk fiton, atëherë lirisht që të bëne buj në Instagram dhe rrjetet sociale tjera. U kry, që ditë për presë. Faleminderit ves, ishte kënaqësi, shumë suksese. Faleminderit shumë Gres, kjo kreket me neve sot në Shok Podcast, me neve ke Gresa Goshi. Me -8 kg, së shpejt edhe një 10 tjera, na veç jemi javën tjetër.